E kështu ndodheni në zjarr televizion, unë jam me Kristiano Xhanarin këtu, që nga viti 2020 dhe bëjmë këtë emision i cili titullohet I pa bosh, hapësirë, varur. Do thotë që ne do jemi varur, s'ka kush na varë. Edhe është historia shumë e bukur e një, po them, nuk them dot disident, ai ka qenë armik I pushtetit, ajutant I Ahmet Zogut, I cili kaloi gjithë jetën në Burg, ishte nga Këlqyra. Dilte nga burgu I thoshte, "Ma mbani krevatin se do kthehem prap." Nëse një herë ishte kishte vdekur Enver Hoxha, edhe shkojnë këta për t'i bërë presion në burg Spaçit, ta sigurimit shtetit, dhe I thoni, I rreshtojnë. Burgosur, thoni, roft Enver Hoxha. Burgosur dhe shkret I pjesë, roft. I thanë, "Ti pse s'bërtet?" "Unë bërtas ta." "Po të vija I tha, bërtas gjithë ditën." "Kurse për këtë vdekt, si vdekt?" "Thuaj roft Enver Hoxha se do të varim." "Ore vdekt, vareni," thanë. "Merrni me varen litar." E morën me pranë nga rahi e zes në Spaç. Natyrisht ku ta varnin pa një urdhër. E quan e vërdallosën atje dhe kthyen burg në darkë. Kur erdhin në darkë u gëzuan gjithë. "Ha më," I thanë, "si ndodhi?" "Shteti mbaruar," tha. S'kishin litar. Shteti jon ka litar. Po kur vi momenti për të na varur, do të ketë litar cilësor. Për momentin jemi të pa varur. Dhe do me varur se themi sa të vërteta, urdhë. Rama, asnjë kompromis për sigurinë ushqimore. Sfidë për integrimin në BE. Kjo është. Pra, BE-s bëheni letrat që këtu ushqimi ynë bio, si që prodhon mëma natyrë. Ato pesticidet pastaj ja marrin, ja hedhin shqiptarët vetë se ja u do trupi. Po kështu si produkte, po bio. Të gjitha bio. Skuqet domatja morvlla 100 janar. Pse? Ne po vëmë panele diellore në përfushat pujësore për faktin se kemi gjitha të diell. Nuk u skuq ka domatja. Ju do thoni, po, dalë mos e hedhin hormone. Gënjeshtra. Kastraveci, thonë që e fusin në ore që rritet. Gënjeshtra. Qumshti. Na doli që I bie më lirë njerëz nga këtyre kompani, ta bëjmë qumësh plur, se kjo e fermerëve bie shtrenjtë. Gënjeshtra. Qumësh bio e bëjnë. Këto janë për BE. Pastaj këtu se qa ham ne u mësua. Shumë do na vrasi kanceri, po jetën se kemi me tapi. Nga një gjë do vristim. Ja do kishim vdekur në luftë për shkak. Po të ishim në Iran, do kishim vdekur nga një predh. Këtu vdesim nga ushqimet. Është me zgjedhje, është lëndë me zgjedhje. Pa I rreshton e thua, djathtë me nisë shteva I panë, jo. Domate me hormon, jo. Peshku ka plumb. Buket djathtë. Edhe qepa ka mbështypin që është më organike nga të gjithë. Asnjë kompromis për sigurinë kombëtare. Këtë nuk e nxora për këtë gjë faktikisht. Këtë lajm e ka marrë sepse ka filluar fushata. Një vit para zgjedhjeve për pushtetin vendor, Babuçi ka nisur fushatën. Është duke shkuar vend më vend, fshat më fshat dhe duke folur për arritjet e mëdha të qeverisë. Bëri këto asamblet nëpër Tiranë, tash ka shkuar fshatçe gjumë me popullin. Ndroje. Kam pirë një kafe bio që më ka mbledhur këtu. Hapet e njerët e parenat se. Satir, paketa e maleve ekzekuton Eriseldën e Lushtjeve. Unë fika, thot në karikaturë. Unë fika dhe shoku tao, ne s'kemi male. Edhe kjo pastaj e shpjegon të tërën. Edi Rama u vuri nga një detyrë të gjithë kryetarëve të bashkisë. Pa 10 projektet paketës maleve, nuk rizgjidheni. Halë, qështja bëjmë në Muzikje? 200 metra Shardenica. Edhe aty e ka zënë manastiri. Ku ti gjej malet? Ku ti kërkoj rrënjët e tua parti? Poema e madhe Ismail Gadares. Si një rap madhështor ke mbirë në Danudës. Dhe është e vërtet. Më kujtua kjo e Ismail Gadares. Një rap I madh që nuk e shkullim dot. Ne presim rrënjët tu. Ne. Përpoqëm ne ti presim rrënjët e paf në cirë këti. Paf në cirë kokë këti. Me rap. Nese, jemi të paketa maleve. Duhet dini një gjë që me paketën e maleve, shumë interesant, kanë hedhur 7 dhe hof këto fotovoltaikët. Shumë interesant. Dhe së dyti, që është më interesant, ishte ruajtur pronarëve të lishëm. Dhe po vazhdojnë si proces. Ecim, Kristiano. Ecim I dashur, ecim.
Fokus. Anglia ndalon ushqimet e skuqura dhe me shumë sheqer në shkolla. Ishim pikërisht tek ajo që thamë që Rama kishte dalë dhe kishte thënë siguria ushqimore në Shqipëri. Po, ndërkohë, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kennedy, sekretari për shëndetësinë, ka bërë ndërhyrje drastike në dietën dhe menun amerikanëve, sidomos fëmijëve. Shikoni te Anglia, ndalon ushqimet e skuqura dhe me shumë sheqer në shkolla. O vëllezër, shikoni pak fëmijët, shoh që janë bërë si tokmak, topa trumbullakët kalamajt, me shumicë. Thonë, jo po celulari, jo po kështu. Shkretët nga që i kanë mamat, përgjithsisht në për 2 punëra, nga që s'kanë dhe gjyshe, po kanë filipineze. Ne në kohën tonë, filipineze thoshim gjyshe. E mua më ka rritur gjyshja dhe unë jam rritur me të gatuar nga dora saj. Ç'të kishte? Fat bande kemi pasur shumë gjëra, se kemi ditur të bëjmë ekonomi, kemi qenë një koqir, po hanim të gatuar nga dora gjyshes. Ndërsa sot hanë nga fast foodet. Hanë me catering, marrin telefon, 8 pizza, thotë ai, me salcice, me sufllaqe, me kreme, ketchup, me gjona. Edhe Anglia, sikur ta marrim këtë shembull të Anglisë për shembull. Nga që kur diskutojmë, kur del kryeministri dhe merr shembull nga Britania, thotë, ja, se është një ligj që ka Anglia, është një nen që ka Gjermania, është një kështu që ka Franca. Merre këtë. Ndalot skuqurat në përshkolla. Zhduke ato fast foodet e qelbur që kanë vaj 100 vjeçar, që me të njëjtin vaj, mbase edhe makinash, skuqin salcice, byrek, e lloj pocaqish që han kalamajt tanë. Çu hop do shkojmë në toni, thot Sajmiri. Koreshi dhe ka shumë të drejtë. Iq ma. Atëre, Rama vendi sigurt thot, të huajt mund të jetoj në Vlorë. Edhe ka të drejtë. Vlora është një vend shumë i sigurt. Jo për shkak se qeveria ka luftuar krimin. Jo. Për shkak se Vlora është zbrazur, është shpopulluar. Edhe ata që mund të vriteshin, po dhe ata që mund të vriteshin nuk janë më. Nuk më besoni. Atëherë, bukur fare. Tani është zgjatur pak dita, po në orën 9 të darkës. 10 në Daci. Ore shkoni ditë shtune. Të shtunën tjetër që është Big Brother, që duhet jenë drita ndezur, e shikoni. Është terë. Në një pallat madh mund të jenë 2 apartamente, 3 qameti me drita ndezur. Tjerët janë bosh. I mbysin këto dritat e rrugës. Është zbrazur. Është zbrazur Vlora, si gjithë qytetet e Shqipërisë. Pallate ka, investimet janë bërë, po nuk oqi njerëz. Kështu që është vend i sigurt, pse se s'ka njeri. Ec. Edhe ata që janë nga shtetet e tjera, ishte para një 2-3 javësh, vajta ande nga pjesa e Radhimës, është një restorant shumë i mirë, ata shesin peshk aty në buzë detit, dhe më erdhën 2-3 djem filipinez. Fut, më thamu, jesi të shumë. Dherë, s'po kuptoja, dherë, çdo të thotë, okej, dherë që aty vjen fut, po, pastaj, pasi copë herë kuptoja që duhet porositja atje, vajta porosit atje, erdhën këta djem shumë të mirë, i dhash edhe lekët e një gjë që mora ekstra, e i thash, mbaje një 500 lekësh, e mbajti të gjithën, një dezor të e kërkoja filipinese. Nese, Rama, ekonomia, pagat dhe investimet nuk rritën një midis me korupcion. Logjik brillante. Edhe elefanti kupton që në një vend të korruptuar nuk rriten pagat. Ndërkohë që fakti që këtu rriten pagat, tjetër çrritet dhe investimet. Do të thotë që ne nuk jemi mjedis i korruptuar. Pra, kemi bërë në matematik në 8 vjeçare. Teorinë e anasjellët. Ideja është që në një mjedis të korruptuar, pagat dhe investimet nuk rriten. Atëherë, përderisa pagat dhe investimet janë rritur, mjedisi nuk është i korruptuar. Kjo është. Dhe me këtë logjik i bie që Shqipëria nuk është vend i korruptuar. Ata që kanë shkuar në burg, aksidentalisht, bile nuk kanë shkuar, se nuk i le parlamenti, zonë Balluku për shkak se le parlamenti. As të shkojë në paraburgim. Kështu që
jemi një vend pa korrupsion. Më kuptoni? Jemi një vend pa korrupsion dhe pikë. Dhe edhe mos dëgjoj njëri që flet për korrupsionin, Cristiano, se do bëjmë shumë debat sonte për këtë gjë. Euro dhe dollari humbin terren ndaj lekut javën e 2 të prillit. A mundet që një vend që ka korrupsion të bjerë euro dhe dollari? Jo. Ka rritje ekonomike, janë këto investimet, mungesa korrupsionit, forcohet leku edhe për shkak të ekonomisë. Ju e kuptoni këtë gjë. Kush e kupton, bën mirë të bëj sikur e kupton se do smuri veten. Se nuk ka zgjidhje tjetër. Pajtoni me situatën. Shqipëria është fanar ndriçues si dikur, euro dhe dollari thyen kokën tek ne vazhdojmë, rritemi. Kaq, 2 llafe ndajnë dynjan. Po të rini të bëni analiza. Po pse më valla? Se ka zëra që thonë, çdo pikë që bie euro, është një sasi e caktuar, thonë 1 miliard që futet kështu në sasi të mëdha në Shqipëri. Euro ose dollarë, zhvepsot. Thonë, llafe kot. Po pse do merremi me këtone? Gëzoni për shkak të investimeve të mëdha që kemi, neve kemi planet, do shkoj 1 me 1 orë, 1 lek, 1 dollar. Mbani mend, ec. Atëherë apet keqen, shionin çik të portretin e këtij që ngjan shumë e një personazh televiziv, alieni që eksploroi hënën, Abia e Artemis 2. Kuptohet është satirore, se mos e merrni seriozisht. Artemis 2, 4 astronautë që i erdhën rrotull hënës, pa aty një person që ngjatë një personazh toksor, i cili e di ç'bënte, siç ky personazh toksor shkon nëpër vende dhe manitet. E pabesueshme, thot, shikoni si rrjedh ujë. E pabesueshme si kështu, e pabesueshme, ka vajtur nën. E pabesueshme, thot, çive si vjen ekuipazhi nga toka. Do thonë, po ti çaj duke thënë. Jam duke thënë që kur ne përmendim termin oligarki, do thotë jo ajo që e ka kthyer politika, pra oligark janë ata që kanë lek. Oligark janë ata që kanë pushtetin në pak duar ose që ndihmojnë pjesë caktuar të pushtetit dhe njerëz që përpunojnë opinionin publik janë pjesë. Kjo është oligarkia. Ishte thjesht një intermezzo për të kuptuar oligarkin. Ecim, Cristiano? Bardhi Shqipëria me vonesë të negociatat me BE-n për shkak të çështjes Balluku. E thash. More thash. Na vonon drejtësia. Jo se Balluku ka bërë gjë. Po pse, si thoshte kryeministri? A mundet që të rriten investimet dhe pagat në një vend korruptuar? S'ka sens. Nuk bën sens. Kështu që ne vonon drejtësia. Sikur drejtësia ta lërë më njën këtë çështjen Balluku, ne hym BE. Ja dëgjoni mua. Ka dhe një gjë kur vendet e tjera të Bashkimit Evropian të sotëm donin të hynin BE, organizuan një pakt, u mblodhën forcat politike, biseduan me njëra tjetrën dhe miratuan një pakt, pra të gjithë jemi dakord dhe të gjithë 1, 2, 3 gjëra do t'i bëjmë pavarësisht kush është pushtet. Në Shqipëri, Berisha thot ju futa unë në NATO, tani Edi Rama do thotë ju futa unë BE. Dhe futja jonë është sikur ne jemi një organ, e kam thënë, i caktuar që dikush na merr dhe na fut. Jo sikur të gjithë bashkë si shoqëri organizohemi për të arritur disa standarde dhe për të miratuar disa ligje në mënyrë konsensuale. Pra, që BE-ja t'i përkasit gjithëve, që NATO t'i përkasit gjithëve. Jo, po dhe na futin NATO, BE-ja kjo pëse po na futin BE. Nese. Me këtë ambasadorin duhet ta mbyll. Ordoni. Kishte vajtur, kishte mbledhur dhe Plera, na kishte dhënë mesazhin e Plerave Gonzato. Po gjithsesi këtu jemi të ka bërë takime Lapajn dhe Qorin. Një demokraci e shëndetshme ndërtohet mbi pluralizëm. Faleminderit. Këto janë llafe të arta i dashur Gonzato. Po këto nuk i thuhen as Arlindit, as Tikut. Këtu i thuhen Edi Ramës dhe Sali Berishës që kanë bërë kodin zgjedhor, që kanë bërë ligjin për zgjedhjet. Këtyre i thuhet. Këta dakord janë këta, dhe këta kështu e mendojnë si ty. Një demokraci e shëndetshme ndërtohet mbi pluralizëm. Kështu e mendojnë. Po një ligj elektoral kur Lapaj ka marrë 60.000 vota dhe mezi ka futur një deputet, edhe atë deputeti kishte halla teze siç e kishte. Kjo do të thotë që nuk funksionon sistemi.
Dhe këto biseda me këta çunat mirë i bën, por e mirë është që biseda të bëhet me Edi Ramën dhe Sali Berishën. Se ata e kanë qecat, në ngushtisën e Ormuzit të Shqipëri, këta e kanë, Rama me Berishën. E mbylla me batutë. Okej. Gjithsesi, Armir Shkurti, Kristiano Xhanari dhe Zjarr Televizion ju urojnë një të hënë të këndshme. Qëndroni me programet tona në vazhdim dhe ne bashkë me Kismet Zotit takojmë të hënën tjetër. Natën.